Departamenti Amerikan I Energjisë ndaloi dje blerjen e naftës për rezervat emergjente të qeverisë pasi Kongresi votoi këtë javë me shumicë dërmuese për këtë vendim, derisa çmimet e naftës të bien në $75 për fuqi. Ky hap I Departamentit të Energjisë përkoi me çmimin e ri rekord të naftës. Si dhoma e përfaqësuesve dhe Senati Amerikan e miratuan ligjin në përgjigje të zemërimit të publikut lidhur me çmimet katastrofike të naftës dhe gazit. Shumë ligjvënës argumentuan se ndalimi I blerjes së naftës nga qeveria do të ketë vetëm një ndikim modest te konsumatorët dhe nuk është zgjidhja për çmimet e larta të naftës, por ata thonë se ky është një hap në drejtimin e duhur. Analisti amerikan I naftës Kevin Book thotë se kërkesa dhe oferta globale është ajo që përcakton çmimin e naftës. Kjo është mënyra më e shpejtë dhe më e thjeshtë për t'ju përgjigjur simbolikisht shqetësimeve të konsumatorëve, por nuk përbën një ndryshim të vërtetë. Rezervat strategjike nuk dëmtohen shumë nëse ato nuk mbushen. Në fakt ato kërkojnë rreth 24 milion fuqi për të arritur nivelin e plot. Nga ana tjetër, çmimet e naftës në botë nuk do të ndryshojnë shumë si rezultat I këtij vendimi. Rezerva strategjike e naftës është një rjetë përgjatë bregut të gjirit të Meksikës në jugun e Shteteve të Bashkuara. Ajo krijua në vitet 70 si masë mbrojtëse kundër një ndërprerje të menjëhershme të furnizimeve me naftë, siç ishte embargoja e naftës arabe në vitet 70. Departamenti Amerikan I Energjisë ndërpreu dje blerjen e naftës për rezervat strategjike, një veprim që presidenti Bush e kundërshtoi në kohën e votimit. Nuk ka dyshim që jemi shumë të shqetësuar për çmimet e larta të benzinës, prandaj Kongresi nuk duhet miratojë një ligj që do ta bënte më të vështirë shtimin e furnizimit me naftë të papërpunuar dhe me benzinë. Zoti Bush ishte në lindjen e mesme këtë javë, ku nxiti udhëheqësit e Arabisë Saudite të shtojnë prodhimin e naftës dhe të ndihmojnë në uljen e çmimeve rekord. Arabia Saudite e hodhi poshtë kërkesë për të dytën herë këtë vit. Administrata e presidentit Bush thotë se furnizimi jo I mjaftueshëm ka ngritur çmimet, por qeveria saudite thotë se kërkesa dhe oferta janë të balancuara. Analisti Kevin Book thotë se rritja e prodhimit në shkallën që do të sillte uljen e çmimeve do të ishte e vështirë pasi kërkesa për naftë, veçanërisht nga India dhe Kina, po tërheq një pjesë të madhe të ofertës. Ai thotë se zhvillimi I Kinës ka çuar në më shumë rrugë dhe makina. Kina është shndruar nga një konsumator relativisht I vogël I naftës në 3 deri 5 milion fuqi në ditë dhe papritur shumë prej prodhuesve të naftës nuk e prisin një rritje të tillë të kërkesës. Këtë javë, Senati Amerikan refuzoi një plan të debatueshëm të energjisë që do të mundsonte kërkimet për naftë në Alaskë dhe në disa zona bregdetare ku nuk lejohen shpimet e naftës. Grupet ambientaliste kanë luftuar kundër kërkimeve në këto zona.